Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe që do të ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatli, të dashur, të pranishëm, vazhdojmë me shpjegimin e historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga ligjërata e kaluar kemi arrit deri te preardhja e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe na duhet me ditë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka preardhje të pastërt, ka preardhje të ndershme, ka preardhje fisnike, si nga ana e babës së tij, ashtu edhe nga ana e nanës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu e ka përzgjedhur fisin Kinan nga bijt e Ismailit, dhe nga fisi Kinan i ka përzgjedh Kurejshit, e prej Kurejshve e ka përzgjedh familjen e Benu Hashimve, pra familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe s'ka dyshim se familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si çdo familje e pejgamberëve të tjerë, është familje e përzgjedhur dhe familje e dalluar. Po ashtu i përzgjedhur dhe i dalluar është edhe emri i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alayhis salam i ka disa emra. Muhamedi alayhis salam i ka disa emra. Emri kryesor i tij është emri me të cilin e emërtoi familja e tij. Ai emër është emri Muhammed. Emri Muhammed rrjedh nga rënja hamd, që do të thotë lavdëroj, falenderoj Allahun me madhërim të lartë. Emri Muhammed ka kuptimin më lavdruesi ndaj Allahut. Mirë, po ka edhe kuptimin tjetër, më i lavdruari nga mesi i njerëzve. I këtij kuptimi është edhe emri Ahmed. Kemi thënë se Ahmed është një prej emrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe emri Ahmed rrjedh nga rënja hamd, pra nga rënja lavdërim, lavdëroj Allahun, dhe ka kuptimin më lavdruesi ndaj Allahut nga mesi i njerëzve. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: unë i kam disa emra. Unë jam Muhammedi, jam Ahmedi, jam El Mahi, që në kupton se Allahu nëpërmjet meje e fshin kufrin, e fshin mosbesimin. Jam El Hashir, që në kupton të bues, se njerëzit do të tubohen pas meje në ditën e ringjalljes. Dhe jam El Aqib, që në kupton i fundit, se pas meje nuk ka pejgamber tjetër. Pejgamberi alayhis salam në këtë hadith i ka përmendur 5 emra. E ka përmend emrin Muhammed, emrin Ahmed, El Mahi, El Hashir edhe El Aqib. Për emrat Muhammed dhe Ahmed e sqaruam se çfarë kuptimi kanë. Emri El Mahi do të thotë fshirës, pasi që Allahu me dërgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e fshin kufrin, e fshin mosbesimin. Derisa emri El Hashir ka kuptimin tubues. Njerëzit në ditën e ringjalljes do të tubohen pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alayhis salam do të ringjallet i pari, ndërsa njerëzit do të ringjallen pas tij dhe do të tubohen pas tij. Emri El Aqib e ka kuptimin i fundit, që do të thotë se pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka as pejgamber e as të dërguar. Këto janë disa nga emrat e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, Muhamedi alayhis salam ka edhe disa emra të tjerë, të cilat zakonisht nxiren prej cilësive karakteristike të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, si për shembull sikurse që e ka pas nofkën apo emrin El Amin, besnik, apo nofkën tjetër Es-Siddiq, i sinqerti, i vërteti. Dhe këto emra i kanë përmend autorët dhe dietarët në për librat e tyre. Në këto libra, këto dietarë dhe këto autorë kanë përmend edhe një çështje, ajo çështje është çështja e sunetimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përmendet ajo se si dhe kur u bë pejgamberi alayhis salam sunnet. Për këtë mesele ka 3 mendime kryesore. E para, mendimi i parë është
se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lind i bom sinnet dhe ka lind me kërthis të preme. Mirë po ky mendim nuk është aq i argumentum dhe ka kundërthënie. Mendimi i dytë qëndron në atë se Muhamedi alayhis salam u bë sinnet nga melekët, kur erdhën për t'ia hap gjoksin e tij, derisa ishte nën përkujdesjen e Halimës, nënës së tij të qumshtit. Mirë po edhe ky mendim nuk qëndron dhe ka kundërthënie. Derisa mendimi i tretë është se Muhamedit alayhis salam e ka bërë sunnet gjyshi i tij Abdul Mutalibi në ditën e 7 të lindjes së tij. Dhe ky mendim është mendimi më i parafort me të vërtetën, për arsye se arabët e kishin zakon, e kishin tradit sunnetimin edhe para shpalljes. Kjo është ajo e cila na ka arrit neve, ka ardhur deri te na sa i përket kësaj çështje, dhe me që dietarët dhe autorët i kanë përmendur në librat e tyre, edhe na duhet që t'i cekim dhe t'i përmendim. Arabët kishin zakon që foshnjët e tyre të posalindura, fëmijët e vegjël në vitet e para të jetës së tyre, t'i dërgojnë në shkretëtir, t'i dërgojnë në ambient të hapur, në mënyrë që të mësojnë gjuhën në mënyrë të kullume, në mënyrë të rrjedhshme, të largohen nga katrahura e qytetit, të largohen, të ruajnë nga smundjet dhe të ruajnë nga epidemitë e ndryshme që paraqiteshin në qytet. Kështu kishin vepruar edhe familja e Muhamedit alayhis salam me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhamedit alayhis salam e kishte marrë nën mbikëqyrje, në përkujdesje, një grua me emrin Halime e Saadie. Tregimin e kësaj gruaje e ka tregu Ibni Ishaku dhe ka thënë se Halimja ka tregu dhe ka thënë se jemi nisë për me zbrit në qytetin e Mekës për të marrë një fëmijë për të përkujdes për ta. Ishte vit i thatë dhe mendzi i kalonim ditët. Tregon nana e qumshtit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, unë me bashkëshortin tem e kishim, thot, një mushk e cila ishte e ngadalshme, ishte e lodhur, ishte dërmu gjatë rrugës, ishte gjakos, dhe na nuk kishmi flet tër natën shkaku i të çajtmes së fëmijës tonë, nga që na nuk kishmi se çka me i dhanë, edhe nuk kisha asnjë lodër që ta mashtroj. Me veti, thot, e kishmi edhe një deve të vjetër e cila nuk nxirrte qumsht as pak. Kur shkum në qytet, të gjithë grave grupit ton na u ofru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na me e marr atë në përkujdesje. Mirë po, të gjitha gratë refuzun me e marr Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shkaku se ishte jetim. Dhe na faktikisht do të shpresonim në bujarin e baballarëve. Shpresonim që të fitonim diçka prej baballarëve të fëmijëve, e në rastin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e dinim se nuk do të fitonim asgjë nga nona e tij edhe nga gjyshi i tij. Thot, të gjithë gratë e tjera e morën nga një fëmijë, e morën nga një foshnjë. Mirë po, unë, thot, ngela pa e marr askënd. Dhe vendosa pastaj që të shkoj ta marr Muhammedin alaihi salam. Dhe arsyeja vetme pse kam shkuar e kam marr është se nuk kisha foshnjë tjetër që ta marr. Mirë po, pasi që e mora, pasi që e hipa në kafsh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jeta jonë, thot, ndryshoi dhe bereqeti na ushtu. Mua, thot, më erdhi qumshti dhe unë e ushqeva edhe djalin tim, edhe Muhammedin alaihi salam. Më pas ata të dy fletën të qetë gjatë asaj nate. Më pas bashkëshorti im, thot, shkoj te devja jonë, të cilën e kishmi, devën e vjetër, që të shem mos ndoshta ka qumsht. Dhe kur shkoj e pa se devja ishte mbushur me qumsht, kishte qumsht mjaftueshëm. Më pastaj ai e mjeli atë dhe që të dy ne u ngopëm duke pi qumsht. Natën e kalume e kishmi kalu të uritur, ndërsa sot Allahu na dha bereqet dhe na i shtoi të mirat. Të nesërmen, kur u nisëm që të shkojmë në vendin tonë, në fshatin tonë, e pam se devja dhe kafshët të cilën na e kishmi marrë, e cila ishte e ngadalt, e cila ishte e ngat, u shëru dhe nisi që të ecë me shpejtësi, sa që unë i arrita edhe gratë e tjera të grupit dhe u ashkova, u atejkalova atyre. Më pas ata më ndalën dhe më thanë, na trego se a është kjo kafsha e njëjtë më të cilën ti erdhe me neve.
Kjo thot, vallahi kjo është kafsha e njëjtë me të cilën unë kam ardhur, mirë po nuk e di se çka ka ndodhur me ta. Dhe besoj dhe shpresoj se e kemi marrë një fëmijë të bekum në mesin e familjes tonë. Vazhdon tregimin e saj Halimja, nana e qumshtit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot se vendi jon, fshati jon ishte vend i thatë, ishte vend shkretëtir dhe kishim mungesë të gjelbrimit. Na kishim dele të cilat i çonim me kullot, delet tona për fat të mirë vinin të ngopura dhe kishin qumsht me bollëk, kishin qumsht mjaftueshëm. Derisa delet dhe baktitë të tjerëve nuk kishin qumsht, vinin të uritura në shtëpitë e tyre. Atë sa njerëzit fillun me i thonë njëri tjetrit, fillun me i thonë argatëve të tyre, se qoni baktit dhe qoni delet aty ku i qon Halimja. Mirë po prap, delet e tona, thot, ktheheshin të ngopura dhe kishin qumsht, derisa delet e tjerëve dhe baktit e tjerëve ishin të uritura dhe nuk jepnin qumsht. Thot Halimja, kështu kalun disa vite, disa kohë, derisa na e kishim në përkujdesje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si foshtja. Erdhi koha pastaj që të shkojmë ta kthejmë te nana e tij në Mekë. Mirë po, na ishim shumë të kënaqur derisa e kishim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në përkujdesje për arsye se Allahu na shtoi mirësitë dhe na shtoi bereqetin. Dhe donim që me çdo kusht ta bindim nanën e tij që ta lënë edhe pak Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të rinë në familjen tonë. Dhe kur shkum te nana e tij, i tham nanës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është mirë që ti më e lëm djalin edhe pak me qëndru me neve, nga që janë për hap sëmundje, nga që janë për hap epidemi në qytet, dhe është mirë edhe pak të kalon kohë në mesin tonë dhe të fuqizohet. Dhe thot për çudi nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e lejoi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të vjen te ne dhe të rinë edhe një kohë të caktuar. Pasi që u kthim në fshatin tonë, në vendin tonë, kaluam disa muaj. Dhe një ditë prej ditëve, fëmijët erdhën të trishtuar dhe na thanë se Muhammedin e kanë vrarë. Muhammedin alayhis salam e kanë mbyt. Dhe thanë se dy njerëz kanë shku dhe ja kanë hap gjoksin e tij, kanë marrë diçka prej aty dhe pastaj janë largu. Kur dolëm, thot ne Halimja, e pam se Muhammedi alayhis salam ishte shqetësuar. Ngjyra e fytyrës së tij kishte ndryshuar dhe kur e pyetëm se çka ka ndodhur, pejgamberi alayhis salam, Muhammedi alayhis salam pra si foshnje, tha kanë ardhur dy persona me rroba të bardha, ma kanë hap gjoksin, e kanë nxjerr zemrën time, kanë marrë prej aty diçka, e kanë vendosur prap në vendin e saj dhe janë largu. Pas këtij ngjarje, pas këtij rasti, Halimja dhe burri i saj fillojnë që të friksohen për shëndetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mendojnë se Muhamedi alayhis salam si foshnje është prek nga shejtani apo është prek me ndonjë çmenduri. Dhe nga kjo frikë ata vendosin që ta kthejnë te nana e tij në qytetin e Mekës. Kur e çojnë te nana e tij në Mekë, nana e pejgamberit alayhis salam Eminja fillon që t'i çorton. Për arsye se këto para disa muajve insistojshin me e majt Muhammedin alayhis salam në mesin e tyre. E tash po dojnë me kthi. Dhe nana e pejgamberit alayhis salam sikur e kuptoi se diçka nuk ishte në rregull dhe nuk i lejoi që të kthehen, që të largohen pa i treguar se çka ka ndodhur. Dhe kur ajo insistoi ta fillon me i treguar se kështu ka ndodhur rasti i çeljes së gjoksit, hapjes së gjoksit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i thanë se na kemi frikë se është prek me ndonjë çmenduri apo është prek nga shejtani i mallkuar. Dhe kështu nana e tij tha jo, Zoti tha nuk ja bën një gjë të tillë djalit tem, për arsye se thot kur kam qenë në shtatzon me ta, nuk më ka mundu as pak. Ka qenë një barë e lehtë dhe një barë e këndshme, derisa kur e kam lindur, e kam pa që prej tij ka dalë një dritë e cila i ka ndriçu pallatet e Basrës. Ky ka qenë tregimi i Halimës, nanës së qumshtit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu e kuptojmë se Allahu subhanahu wa taala e ka begatu dhe e ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me mrekulli gjatë gjithë jetës së tij, edhe në fëmijërinë e tij. Halimja, nana e qumshtit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në fillim nuk doke që ta merr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në përkujdesje, shkaku që ishte jetim. Mirë po kur e mori, jeta e saj ndryshoi për 180 shkallë. Në fillim atëherë nuk kishte ushqim, nuk kishin qumsht, kishin mungesë të ushqimit, kishte thatësi. Kur e mori pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në mesin e familjes së saj, jeta e tyre ndryshoi, Allahu ju dha bereqet dhe ju dha
të mira të shumta. Nga kjo ngjarje kuptojmë disa mësime të rëndësishme. I nxjerrim disa mësime të rëndësishme. E para është se caktimi i Allahut është më i mirë se sa vendimet e njerëzve. Për arsye se halimja nuk deshte që ta merr pejgamberin alayhis salam, derisa Allahu e kishte caktuar që ajo të mos merr asnjë foshnjë tjetër, por të detyrohet që ta merr pejgamberin alayhis salam. Edhe kjo i ra më mirë halimës, për arsye se Allahu ja shtoi bereqetin. Dhe këtu ka argument se caktimi i Allahut është më i mirë se sa vendimet e njerëzve. E dyta, nga kjo ngjarje kuptojmë se arabët e kishin një zakon, një traditë të mirë. E kishin një zakon, një traditë të mirë dhe shumë të dobishme sa i përket në raport me fëmijët. Foshnjët e tyre të vogla në vitet e para të jetës i dërgonin në fshat, në shkretëtir që të rriten në natyrë, në ambient të hapur, dhe kjo natyrisht që është më e shëndetshme për fëmijët. Mësimi i tretë që e kuptojmë nga kjo ngjarje është rasti apo ngjarja e hapjes së gjoksit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alaihi salam ka folur për këtë ngjarje më pas, hadithin e regjistron Imam Muslimi, derisa transmeton Enesi radiallahu anhu dhe thot, derisa pejgamberi alayhis salam ishte duke luajtur me disa fëmijë, shkoi Xhibril alayhis salam, e shtriu për tokë dhe i hapi gjoksin e tij. E nxjerri zemrën e tij dhe nga aty e largoi një copë gjaku. Pastaj tha, kjo është pjesa e shejtanit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasi që ja largoi atë pjesë, ja lajti zemrën me ujë të zemzemit në një enë prej arit. Dhe thot se pastaj fëmijët u trishtuan dhe shkuan i treguan Halimës se çka ka ndodhur. Enesi radiallahu anhu shton dhe thot se unë ja kam pa shenjat e atij operacioni, shenjat e asaj hapjes së gjoksit në gjoksin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu ka argument se Allahu subhanahu wa taala është për kujdes dhe e ka mbrojtur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë jetës edhe në fëmijërinë e tij. Për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ka adhuru idhuj, as nuk ka bën ndonjë mëkat apo ndonjë gjë të shëmtuar edhe para shpalljes. Për arsye se Allah e kishte marrë në mbrojtje nga shejtani, e kishte marrë në mbrojtje nga shirku, nga mëkatet e mëdha, nga shejtani i mallkum dhe nga çdo gjë që është e dëmshme dhe e keqe. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehet në shtëpinë e tij te nana e tij, vitet në vazhdim do t'i kalojnë për kujdesën e nanës së tij Eminës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e kishte pas fatin që ta sheh dhe ta njoh babën e tij Abdullahun. Nana e tij vendos që të shkon në Medinë, te varri i burrit të saj, e tij në varrin e tij në Medinë. Baba e pejgamberit alayhis salam ka ndruar jetë në Medinë derisa ishte duke shku në një udhtim dhe ka ndruar jetë para lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Eminja vendos që të shkon me djalin e saj Muhammedin alayhis salam në Medinë që ta viziton varrin e burrit të saj dhe të viziton dejallarët atje. Pasi që e vizitojnë varrin e babës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasi që e vizitojnë akrabatë e tyre, ato vendosin që të kthehen. Mirë po, Eminja smuhet. Nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë kthimit për në Mekë smuhet dhe gjendja e saj përkeqësohet. Eminja, nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të ndron jetë në qytetin Ebva. Është një qytet në mes Mekës dhe Medinës. Kur ka ndruar jetë nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi alayhis salam ishte në moshën 6 vjeçare. Ishte në moshën 6 vjeçare dhe do të kthehet në Mekë bashkë me shërbëtoren e babës së tij, Ummu Eimenin. Pasi që kthehet në Mekë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tani më ai ishte edhe pa babë, edhe pa nanë. Për kujdesin e tij do ta merr përsipër gjyshi i tij Abdul Mutalibi, i cili tashmë kishte dëmshuri dhe dashuri më të madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi që ai ishte jetim, nuk e kishte më as nanën edhe as babën e tij dhe do të kujdesej me një kujdes të veçantë. Abdul Mutalibi e kishte një shilte, e kishte një tepi të cilën e shtronte pranë Çabës. Dhe nuk lejonte që askush të ulej në atë tepi, në atë shilte, as edhe djemtë e tij nuk kishin guxim që të shkojnë dhe të ulen. Mirë po pejgamberi alayhis salam shkonte dhe ulej dhe askush nuk e pengonte. Kur mixhallarët e tij, axhallarët e tij donin që ta largojnë pejgamberin alayhis salam nga aty, Abdul Mutalibi thonte: "Mos e ngacmoni nipin tim, por arsye se ai ka pozitë të veçantë te unë." Kujdesej shumë dhe e donte shumë gjyshi i tij, Abdul Mutalibi pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe brengosej për ta.
Një herë kishte dërguar pejgamberi alayhis salam që t'i kërkon devët të cilët kishin humb dhe mirë po pejgamberi alayhis salam ishte vonu. Kur ishte vonu, Abdul Mutalibi ishte shqetësuar shumë dhe kishte thonë se kur është kthy pejgamberi alayhis salam i kishte thonë se jam shqetësuar atë shumë, jam mërzit atë shumë, saqë kjo mërzi nuk ka me mu largu. Ishte për kujdes Abdul Mutalibi për pejgamberin alayhis salam derisa kishte ndru jetë. Kur kishte ndru jetë Abdul Mutalibi, pejgamberi sa ishte në moshën 8 vjeçare. Më pas në vitet në vazhdim, për kujdesin e tij do ta merr përsipër migja e tij, axha e tij Ebu Talibi, të cilit ja kishte lënë amanet baba i vet Abdul Mutalibi që të kujdeset për nipin jetim. Inshallah për vitet në vazhdim të jetës së pejgamberit sallallahu do të flasim në ligjëratat e radhës. Allah i shpërbleft për vëmendjen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.